burr vërtet dietar që arriti të mbjetoj regjimit komunist, edhe pse u persekutua në kuptimin ndoshta moral, ndoshta psikologjik, por jo fizik. Unë kam studiuar në 3 kontinente. Kam përvojën e arsimit të 3 kontinenteve të ndryshme. Se ne, fatkeqësisht, vazhdojmë dhe i bijem gozhdës tek 500 vjeçi i Turqisë. Rrugtimet jetësore gjithmonë janë interesante dhe të bukura, të këndshme dhe të çuditshme ndonjëherë se si na dërgojnë rrugtimi jetës, na dërgojnë vendet ndryshme të botës, mirë po gjithmonë është shumë kënaqësi me pas shqiptarë cilët studiojnë, arrijnë dhe na zbardhin fytyrën një farë forme me arritjet e tyre, me prezantimin e tyre, për shkak se ata nuk prezantohen vetëm si shqiptar individualisht, mirë po realisht na prezantojnë gjithë neve si shqiptar, Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe kudo që janë. Është shumë kënaqësi për mua sot ta kem Jeni Myftarin, juriste. Mirë se erdhe Jeni. Mirë se u gjeta Vlera, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu me ju në studion tuaj. Jeni, ju jetoni në Londër tash e sa vite, mirë po realisht jeni nga Shqipëria. Edhe ne ishim duke bisedu paraprakisht, edhe rrugtimi juaj është shumë interesant, i bukur, po dhe interesant njëkohësisht, edhe kur e dëgjon këto vite e imagjinoj të jetë shumë sfidues. A mund të na tregosh fillimisht si ishte viti 92 për ju si Shqipëri pas komuniste? Po, Vlera, është vërtet interesante. Asnjëherë njeriu nuk e di se çfarë ka ose çfarë i ruan fati, çfarë do të ketë në të nesërmen. Aq shumë ka ndryshuar ngjarjet në jetën time dhe rrjedhat e jetës, saqë shpesh mendoj se kam më shumë se 100 vite që jetoj. Kam patur ndryshime drastike në jetë të cilat ndoshta nuk i kisha menduar kurrë më parë. Unë jam lindur dhe rritur në kohën e komunizmit, në Shqipërinë komuniste të mbyllur, pa fe, pa hapësirë për të dalë jashtë kufive të Shqipërisë politike, por fillimi i viteve 90 me ndryshimet e viteve 90 në të gjithë bllokun lindor të Evropës, solli ndryshime dhe në Shqipëri. Dhe tani jemi pikërisht në ato muajt kur feja u rihap në Shqipëri në fillim të viteve 90. Me hapjen e fesë në Tiranë, ishte xhamia e Tembeut ajo që mori flamurin për rihapjen e fesë pas një periudhe pothuajse 50 vjeçare. Ishte një ëndër për të gjithë shqiptarët, të gjithë njerëzit, pavarësisht se kishte breza që ishin lindur dhe rritur pa fe. Ne kishim gjyshrit me fe, por prindërit ishin të lindur dhe të rritur në komunizëm, e sigurisht edhe ne të lindur e të rritur në komunizëm. Dhe duke qenë gjyshrit dhe ne nipërit dhe mbesat mungonte ajo ura e lidhjes që ishin prindërit. Ama ajo besimi tek Zoti është i lindur bashkë me njeriu, ashtu siç edhe thot Zoti në Kur'an, që besimi është ndjesi e natyrshme, e lindur. Dhe këtë e vërtetoi populli shqiptar pas atyre 50 viteve, mbyllje totale politike, por edhe fetare. Në Shkodër, ishte Shkodra ajo që e rihapi fen për herë të parë në xhamin e Plumbit, po, Shkodra. Dhe 2 javë më pas, Tirana mori flamurin. Dhe ne si të rinj në atë kohë ishim akoma shumë të rinj me entuziazmin e të gjithë shqiptarëve dhe ne u bashkangjitëm me atë entuziazëm dhe morëm pjesë në këto ndryshime drastike të shqiptarëve, ndryshime politike të cilat ndoshta vetëm disa muaj më parë nuk i shkonte ndërkujt ndërmend se do të ndodhnin, por ja që ndodhen. Asnjëherë nuk di se çfarë sillen nesërmja dhe çfarë ka caktuar Zoti në rrugën e historisë të secilit prej nesh. Dhe u bëm, ne jemi një grup të rinj faktikisht nga Tirana të gjithë.
një grup I madh do thoja, u formua një organizat që u quajt Rinia Islame Shqiptare. Ishim të rinj nga mosha 16 vjeçe lart. U bëm shoqe dhe shok, u takuam për herë të parë në xhami, nuk ishim takuar ndonjëherë. Filluan u hapen kurset e para fetare. Vitet 90-ta. Po, në vitin 91. Në fillim të vitit 91. U hapën kurset e para fetare. Ndër femrat e para shqiptare, ose femra e parë dhe e vetme shqiptare në atë kohë që u bë mësuese e kurseve të gjuhës arabe, për mësimin e leximit Kuranit, po flas për Texhvidin dhe ishte Iris Maçi, shoqja ime e udhës së historisë, dhe njëkohësisht është edhe një prej 5 femrave të para shqiptare që kanë vënë mbulesën. Pastaj Mandej, okay, vazhdo. Urdhro, jo. Desha të di ku e kishte mësuar Irisi këtë, do të thotë, për shkak se në ato vite për mua po duket për Shqipëri, duke e mendu Kosovën, po më duket pak e pamundur të jetë dikush që din Texhved, din Kur'an dhe ta di gjuhën arabe. Irisi në atë kohë ishte studente e vitit të parë të matematikës në Universitetin e Tiranës. Por që në moshë të vogël, që në moshën 9 vjeç, ishte qasur arabishtes dhe e ka mësuar me burrin e tezës së saj, I cili më vonë u bë edhe zëvendës kryetari I komunitetit musliman dhe mufti I Tiranës, Selim Stafa, Indieri Selim Stafa. Ka patur prirje për gjuhë dhe I janë vënë përpara disa alternativa, të mësoj gjermanisht ose arabisht. Si fëmijë I ka dëgjuar të dyja dhe e ka tërhequr arabishtja dhe e ka mësuar gjuhën arabe, që në moshën 9 vjeç. Dhe si studente pastaj e vitit parë të matematikës, me hapjen e fesë filloi ta japi ato, ta transmetoj tek vajzat e reja dhe tek djemt e rinë atë kohë, se grupet ishin të pandara vajzat e djem. Sa u hap feja nuk kishin këtë lloj ndryshimesh. Po, e si mandej jeni si vazhdoj e përmende për shkak se është shumë, unë kam parë edhe foto tuajat në rrjete sociale ku jeni ky grupi juaj shumë I këndshëm, që tash do thotë keni eksperiencë jetësore, eksperiencë si besimtar, edhe shumë kënaqësi të vazhdoj të ju shoh së bashku si ditën kur u mbuluat. Është shumë interesante të dihet që të 5 vajzat u mbuluat në të njëjtën ditë, apo? Po. Nga I grupi I madh që përmenda I rinis shqiptare, sigurisht ne patëm grupin ton të vogël dhe kemi qenë 5 vajza dhe një djalë. Djali është vllai im, Bledar Myftari, ish kryemiftiu I Shqipërisë dhe miftiu I Tiranës. Kemi qenë grupi I parë I studentëve që udhëtuam për në Egjipt. 5 vajza fillimisht dhe më vonë 2 muaj pas nesh kanë ardhur 5 djem. Por nga ato djem vetëm vllai e ka përfunduar me ne, domethënë. Fillimisht kemi studiuar në Universitetin e Al Azharit, kemi shkuar për gjuhë arabe, kemi mësuar gjuhën arabe dhe kemi patur nderin të kishim mësues një shqiptar nga Gjakova, Sheh Taufik Islam Jahjan. Ishte kënaqësi e veçantë të dëgjoje fen në gjuhën tënde burimore, ndërkohë që ne nuk dinim asgjë se vinim nga Shqipëria komuniste. Nuk kishin ato ditë në fillimet e viteve 90 siç është sot, kur mundësia e teknologjisë është, apo qofshin edhe librat, përkthimet, janë të gjitha I ofrohen çdo studenti. Ne nuk dinim asgjë. Ndoshta nuk dinim të thonim as la ilaha illallah, as Zoti është një dhe I vetëm. Pra, kishte shumë mangësi në edukimin ton fetar. Prap ne morëm një rrugë që do të thoja theu barrierat, theu mitin e 50 viteve. Duke u bërë kështu ishim ne 5 vajza nga Tirana, të gjitha vajzat reja, të vogla. Nuk dinim asgjë nga feja, po dinim nga një Shqipëri e mbyllur. Atje. Si ishte të njiheshit me fen, po njëkohësisht edhe të dilnit në një vend për shkak se ishit të mbyllur? Me fen ndoshta nuk është që u njohëm atje. Okej. Personalisht
Unë e kam patur gjyshin babain e mamit, Hoxh. Një burr vërtet dietar që arriti të mbjetoj regjimit komunist, edhe pse u persekutua në kuptimin ndoshta moral, ndoshta psikologjik, por jo fizik. E kam parë fen si fëmijë e vogël nëpërmjet gjyshit dhe gjyshes, në ato ditët e tyre në të agjërimit fshehur azi, në faljen e taravive fshehur azi, ku dritaret mbuloheshin me badanie të trasha, fikeshin dritat dhe ndisej vetëm një lampë apo një qiri sa për të mos urrëzuar në atë errësirën totale të dhomës. Dhe dëgjoja si fëmijë me kurreshtin e fëmisë, dëgjoja se si gjyshi lexonte Kur'an, edhe disa shokë të tij që vinin, grumbulloheshin, falnin taravit së bashku, më bënte përshtypje. Dhe ndoshta ishte kjo ajo nxitja e parë që pata tek feja, e pata lutur gjyshin që të më mësonte Kur'an, sa i dinte të lexonte Kur'an, dinte të fliste arabisht, osmanisht, italisht, persisht, arabisht. Domethënë ishte poliglot në kuptimin e gjuhëve. Po si ju tash që jeni? Nuk ma mësoj asnjëherë, me thënë të drejtën. Më thoshte po, ndoshta ishte ajo frika. Se si fëmijë, ndoshta mund të tregoje. Ne nuk ishim fëmijë që tregonim në atë kohë, në kohën e komunizmit, ishim shumë të pjekur. Ndoshta fëmijë më të pjekur se sa ajo kohë, ndoshta nuk kam parë asnjëherë. Kemi qenë shumë serioz dhe kuptonim jetën që nuk ishte e lehtë. Si fëmijë na ka rënë barra e jetës mbi supe. Jo si fëmijët e sotëm që i kanë të gjitha gjërat gati. Kanë qenë ditë të vështira, shumë më të vështira se sa ditët në Kosovë. Vërtet kemi qenë fëmijë dhe ndoshta e kemi kaluar me fëmijëri, kanë qenë prindët ata që kanë mbajtur barrën mbi supe. Po gjithsesi edhe ne kemi patur atë pjesën tonë, kemi patur edhe ne pjesën tonë. Jeni, a e kuptonit, a ju thoni në shtëpi që kur dilni jashtë, mos tregoni që gjyshi falet, apo lexon Kur'an, apo ju e keni nënkuptu pa ju thënë? Nuk ishte nevojshme ta thoshte kush se... Dihej, po si e dinit, si fëmijë? Po, okej, ndoshta... Unë vetë personalisht, por e kam edhe pak të trashëguar nga familja, ne jemi njerëz të cilët nuk merremi me fjalë, nuk na interesojnë punët dhe fjalët e njerëzve të tjerë. Kështu që kjo pjesa e thashethemeve, fjalëve, diskutimeve nuk është pjesë e edukatës tonë familjare. Dhe unë falenderoj Zotin rreth parë, por falenderoj edhe prindët e mi, se sot në këtë ditë, në këto momente që jam, kjo është një nga pikat kryesore që mua më lidh me komunitetin. Ndoshta ka ditë që e vën për ta karikuar telefonin disa herë në ditë për shkak të bisedave dhe të telefonatave, të halleve të ndryshme që qajnë njerëzit, sepse e din që çfarë do të thonë do të mbetet ndërmjet meje dhe personit që po e diskuton këtë çështje dhe nuk do diskutohet kurrë me askënd. Dhe ndoshta kjo është një edukat që e kam marrë ashtu heshtur azi që nga fëmiria. Problemet jam nga ato tipa që si i thonë në anglezi no complain, no explain. As nuk e marr mundimin të shpjegoj njerëzve se çfarë po ndodh dhe as nuk i ankohem kujt. Në fakt unë nuk jetoj shumë për këtë botë, nuk më intereson shumë kjo bota se çfarë bëhet edhe me fjalët, thashethemet, me çfarë merret. Më intereson që të jem në rregull me atë çfarë më urdhëron Zoti im, me edukatën që më ka dhënë familja ime, të jem brenda normave të etikës shoqërore, të respektoj shoqërinë civile, individin, dhe nuk më interesojnë këto. Për mua është thjesht humbje kohe që të merrem me fjalët
apo me veprat e të tjerëve. Jeni e përmende që shumë pak me intereson kjo botë. Kjo mënyrë e tjetuarit, a është më shumë rehati apo sfidë? Nuk është, ne jetojmë, jemi pjesëtar të botës. Kur them nuk më intereson kjo botë, nuk do thotë që unë jam e përjashtuar nga bota në të cilën jetojmë. Por e kisha qëllimin që në jetën time, në qëllimin që unë i kam vënë jetës time, nuk është qëllimi material i të fitimit, të mirësisë, të mirëqenies, të pozicioneve shoqërore, akademike, të kësaj bote. Pra, unë mundohem që çdo ditë që jetoj prej kësaj bote ta vë në funksion, në përdorim, në të mirë të shoqërisë, por edhe në të mirë të peshores time individuale për momentin që do të përballem me Zotin tim, me krijuesin tim. Ky ishte esenca kur tash nuk jetoj për këtë botë. Shumë e qartë, edhe e di shumë mirë angazhimin e keni ju, qoftë profesional, qoftë human, për arritjen e këtyre objektivave. Mirë, po kthehemi, po vazhdojmë një blok marketingu dhe kthehem për pak. Herta Kids në Fush Kosovë, përballë kolegjit AAB. Vendi ku nuk e keni problem parkingun. Sektori me veshje për të posa lindur dhe fëmijë për 2 gjinit. Aksesor për kuzhinë dhe aksesor dekorativ. Në Herta Kids gjeni edhe veshje për të rritur për të 2 gjinit. Nëse lodheni duke bërë shopping, atëherë keni edhe restorantin brenda objektit për të pushuar dhe kaluar kohë me familjen tuaj. Lodra të ndryshme për fëmijët tuaj. E keni mundësinë që fëmijët tuaj të argëtojnë në Kids Zone derisa ju bëni blerjet. Herta Kids, Kids Zone, Orta Food, Family Clothing Store, të gjitha në një vend. Jeni, e di që e keni edhe Unionin Shqiptar të Teologëve, apo? A mund të na sqarosh pak a shumë pozicionin tënd, po njëkohësisht edhe rolin e kësaj, a i përfshin të gjitha trevat shqiptare, ky union? Po, Unioni Shqiptar i Teologëve Femra lindi si iniciativë ose më mirë si domosdoshmëri e kohës me diplomimin e shumë teologëve mbar shqiptare nga të gjitha trevat shqiptare. U pa e domosdoshme që të lidheshin me njëra tjetrën, të shkëmbenin mendime, eksperienca, përvoja, por edhe të trajnoheshin, edhe të përfitonin nga eksperienca e njëra tjetrës. Takimi ynë i parë ka qenë në 2019. Jemi takuar në Ramazan të 2019-ës. Kemi qenë fillimisht 50 teologë nga të gjitha trevat shqiptare, nga Kosova, Maqedonia, nga Presheva, nga Malizi, nga Shqipëria,
Dhe jemi takuar në Tiranë, takimin e kemi bërë në Tiranë, dhe prej atij viti kemi mbajtur kontakte të vazhdueshme çdo vit, rregullisht me aktivitete nga më të ndryshmet. Kemi dhe grupet tona të rrjeteve sociale, qoftë në Facebook, në Instagram, apo edhe thjesht grup të ngushtë në WhatsApp, ku shkëmbejmë mendime të ndryshme nga përvoja të ndryshme, çështje të cilat ne duhet t'i ndajmë, probleme të komunitetit, të shoqërisë, si të jemi më të dobishëm, si ta bëjmë punën tonë më përfituese për shoqërinë civile, si të shpërndajmë vlera pozitive, si të reflektojmë mirësi tek njerëzit, si të mund t'i ndihmojmë njerëzit, dhe kjo i përfshin të gjitha trevat shqiptare. Po, në këto takimet tuaja, do të thotë, a ka dallimen mes vendeve? Do thotë prej punës së përditshme të teologëve që e bëjnë në vendet e tyre, secila Kosovë, Shqipëri, Preshevë, a ka dallime apo jemi pak a shumë të njëjtën mendësi? Sigurisht që ka dallime. Njeriu nga njeriu dallon dhe shteti nga shteti dallon, organizimi nga organizimi, organizata nga organizata, komuniteti, bashkësia, të gjitha kanë dallimet e tyre. Edhe vetë ai juristi apo teologu ndryshon, varet duke u nisur që nga personi, nga mendësia, nga rrethi shoqëror, nga ku vjen, nga ku është brymosur, nga shkolla ku ai ka studiuar, pra të gjithë faktorët ndikojnë. Edhe në një klasë shpjegon një mësues për të gjithë nxënësit, por janë, po e marr si shembull, janë 20 apo 30 nxënës, po jo të gjithë e marrin një lloj, dhe jo të gjithë e interpretojnë një lloj atë mësimin që i jep mësuesi. Kështu që normalisht ndryshime. Cilat janë dallimet? Që ty tu kanë duk më të dukshme? Dallimet fillojnë që nga dallimet personale, edhe vazhdojnë tek dallimet administrative. Okej. Do thoja që më pëlqen shumë organizimi se si e kanë në Kosovë. Okej. Ndoshta dallon nga të gjithë trevat e tjera shqiptare, janë më të organizuar, më të sistemuar në një kupol organizative, ndërkohë që në vende të tjera punojnë më shumë individualisht. Nuk do thotë që dhe në Kosovë nuk punojnë individualisht, por po flas me të përgjithshme. E qartë. Ndërsa nisur nga ana ime personale, unë e marr çështjen e jurisprudencës krejt ndryshe. Unë jam antare e Këshillit Evropës që prej 20 vitesh tashmë. Dhe jam e certifikuar si trajnuese e trajnuesve. Në kuadër të kësaj punoj çdo ditë, qoftë edhe së fundi edhe jam emëruar si trajnuese online e Unitarit, është një organizat për Instituti i Studimeve dhe i Kërkimeve i Kombeve të Bashkuara në Gjenevë, dhe shikoj se ku tenton tregu zhvillimi bashkohor, zhvillimi teknologjik, zhvillimi arsimor, kurikulat. Për arsimin do të thosh kryesisht, research është për arsimin kryesisht për anën akademike. Pra, nisur nga këto trajnime që unë i kam të përditshme, që ja jap, do me thënë, shoqërisë civile si pas nevojës, apo qofte edhe qarqeve akademike si pas nevojës, mundojmë që këto t'i vë në praktikën time të punës edhe në fushat të tjera. Unë kryesisht jam e specializuar në 3 fusha kryesore. Në fushën e jurisprudencës, të lingvistikës edhe të diplomacisë ndërkombëtare. Janë 3 fusha të cilat unë punoj me të treja çdo ditë në jetën time të përditshme. Dhe i zbatoj çdo ditë. Dhe mundohem që të përfitoj prej secilës prej tyre për të mbushur aty ku ka deficite. Edhe në punën dhe në jetën time, në Londër, apo në Tiranë, apo qoftë edhe këtu në Prishtinë, unë nuk jam kot rastësisht sot këtu në Prishtinë. Jam sepse jam e ftuar në një aktivitet nesër që kemi me motrat e Kosovës. Prandaj edhe kam ardhur nga Londra vetëm në respekt të kësaj ftese. Pra, mundohem që
të vë më të mirën e mundshme, zhvillimet më të fundit të tregut bashkohor, qoftë arsimor, qoftë shkencor, qoftë diplomatik, që t'i vë në jetën e përditshme me njerëzit, me komunitetin, aty ku jam, veçanërisht me femrat dhe me të rinjt, se puna ime më së shumti është e përqendruar tek femrat dhe të rinjt. Këto janë, besoj, dy pjesët promotore të shoqërisë, të cilat nëse zhvillohen në mënyrë të vazhdueshme, të pandërprer dhe në rrugë të drejtë, atëherë e gjithë shoqëria nuk ka probleme. Do të ketë një zhvillim të jashtëzakonshëm të shoqërisë nëse arrim të zhvillojmë këto dy grupe të shoqërisë. Jeni këto që po i përmend nuk konsideroj që janë punë shumë të thjeshta, janë punë me ndikim, edhe do thotë ky është një përfaqësim joni si shqiptar fillimisht. A është lehtësim për shqiptarët të kenë dikë që ka këtë rol në Londër? Besoj që po, ka shumë zonja, por edhe djeme vajza të rinj, të cilët kanë nevojë për drejtim, për mbështetje, qoftë edhe për këshill. Dhe unë të gjitha këto i ofroj sigurisht falas, në ndihmë të komunitetit, të zhvillimit të komunitetit shqiptar, por jo vetëm. Ama si shqiptare më intereson komuniteti shqiptar. Dhe dua të theksoj se kudo që janë shqiptarët jashtë trevave të Shqipërisë politike, apo të Kosovës politike, apo të Maqedonisë, apo konsiderojnë shqiptari. Ne nuk kemi kufinj atje ku jemi. Pra, kemi shqiptar pa kufinj. Kështu që kur punojmë për të gjithë shqiptarët dhe nuk kemi kufinj. Ne nuk dim të ndajmë në diasporë shqiptarët Kosovës, shqiptarët Maqedonisë, shqiptarët Shqipërisë. Ne jemi gjithë shqiptar, flasim shqip, jemi një gjak, një gjuhë, një këmbë. Këtë kemi parimin ton kryesor dhe me këtë lidhemi dhe kjo na mban. Atje nuk kemi familje, atje nuk kemi prindër, atje nuk kemi motra, nuk kemi vëllezër. Këto shqiptar, këto motra, këto vëllezër që vinë nga trojet shqiptare, që nuk i kemi njohur kurrë, këto na bëhen njerëzit tanë më të afërt, më të dashur, më të ngrohtë. Na bëhen nga njëherë shpesh më të afërt edhe se sa vetë familjarët, për shkakun e largësisë se familjarët janë larg. Atëherë kur ne kemi nevojë, kemi pikërisht këta njerëz afër. Edhe si është të kesh njerëz afër të cilët nuk, pavarësisht që ne këtu i konsiderojmë që kemi kufinj, po ju realisht nuk i shikoni ato kufinj atje. A është mbështetje e madhe, a zëvendësohet realisht familja? E ngushtë ose e gjerë? Familja ka rolin e saj. Asnjëherë nuk mund ta zëvendësosh familjen. Por ne në diasporë kemi një familje të madhe. Dhe ajo është familja e shqiptarëve. Nëse ke rreth vetes njerëz të cilët përcjellin vlera pozitive, njerëz të cilët kërkojnë zhvillimin, kërkojnë integrimin, jo asimilimin, njerëz të cilët kërkojnë të ruajnë gjuhën, kulturën, të rrisin fëmijë të edukuar, të sjellshëm, të ndershëm, njerëz të cilët t'i shërbejnë shoqërisë civile në përgjithësi. Ato që marrin nga shoqëria civile, vjen një moment që ta japin dhe të japin më të mirën e mundshme. Atëherë e ndjen veten shumë mirë. Kur je i rrethuar me këto njerëz, me kaq energji pozitive, me kaq vlera pozitive, atëherë e ndjen veten shumë mirë dhe je vërtet krenar. Ajo shprehja jam krenar që jam shqiptar është 100% e sigurt, vërtet jemi krenar. Sigurisht, ka dhe individ nga diaspora të cilët ndoshta përzgjedhin një rrugë më të lehtë, ju pëlqen ose pa dëshirë, domethënë, duan të, le të themi, të pasurohen në mënyrë super të shpejtë. Nuk po përdor fjalë të tjera. Ndoshta kjo mund të humbasi disa prej vlerave të shqiptarëve në përgjithësi, por disa individ nuk munden asesi në mënyrë absolute të humbasin vlerat e një kombi, të humbasin vlerat e një komuniteti, që është gjithmonë në rritje, në kërkim të së mirës, në kërkim të zhvillimit, dhe shqiptarët janë shumë arsimdashës, se arsimi është pika më
e domosdoshme në zhvillimin e një kombi, në zhvillimin e një individi, të një familje, të një kombi në përgjithësi. Nëse kemi arsim të dobët, kemi kom të dobët. Nëse kemi arsim të gabuar, kemi kom të shkatëruar. Kjo jeni mesazhe shumë të mira që konsideroj që do të duhej të merreshin parasysh në Kosovë shumë, nuk e di sakt për Shqipërinë nëse qëndron si tek ne. Akoma më shumë. Okej. Mirë, po që të kemi një arsim për shkak se e përmendet tash unë i përmendet shqiptarët e diasporës edhe unë para disa javësh e kisha në podcast që ju e dini, do të thotë e ne një djalë nga Londra, një djalë shumë të mirë, të ri, i cili ishte inxhinier, edhe i cili jashtë xhirimeve të podcastit tregoi tha kur atje gjatë studimeve ka mësu matematik, disa matematika tregonte se sot e thjeshtësohej shpjegimi, për dallim që ai kishte parë librat e klasëve të treta dhe të katërta, konkretisht në Kosovë dhe tha që shumë të komplikuara në krahasim do thotë me matematikat atje nuk po flas për ciklin e ulët. Mirë, po do thotë duke u krahasu me ciklin e lartë, se ndonjëherë kjo tendenca arsimit që gjërat të duken më të komplikuara janë më interesante ose duken më të rëndësishme. Nuk e di çka na ka sjell këtu. A mundeni ndonjë përvojë ose eksperiencë të Londrës me ardh edhe me integru në një formë të caktuar? Personalisht unë kam studiuar në 3 kontinente. Kam përvojën e arsimit të 3 kontinenteve të ndryshme. Është shumë e vërtetë ajo që po thua. Ne ndër shqiptarët i kemi kurrikulat shumë të ngarkuara, të mbi ngarkuara. Kur kemi shkuar si student në Jordani, në Universitetin e Jordanisë dhe kemi studiuar për jurisprudencë, kemi vënë re se 90% të lëndëve shoqërore që mësoheshin në universitet ne i kishim marrë në shkollë të mesme. Edhe nuk ishin për ne asgjë, ishin thjesht një përsëritje, asgjë më tepër. Mendoj që ka shumë për të bërë Ministria e Arsimit. Ministritë e Arsimit kanë shumë për të bërë. Ngarkimi i studentëve nuk sjell asgjë të mirë. Edhe pse për hir të së vërtetës, studentët shqiptar kudo që shkojnë shkëlqejnë. Kur them studentët shqiptar, prapë i referohem shqiptarisë Në përgjithësi. Pa kufinj. Studentët shqiptar shkëlqejnë kudo që shkojnë. Janë të mrekullueshëm. Studentët tanë që vinë nga Shqipëria, nga Kosova apo nga Maqedonia, kur vinë në Londër dalin nga më të mirët, nga më të mirët, edhe pse kanë kurrikula shumë të ngjeshura. Unë do ndërroja, ndoshta është një ëndër e parealizuar, po do ndërroja që kurrikulat shqiptare të ishin si kurrikulat japoneze. Më pëlqen Japonia. Kanë një mënyrë arsimore shumë të veçantë, krejt veçantë nga i gjithë bota. Fëmijët e vegjël shkojnë në shkollë për të fjetur gjumë. E kam seriozisht, shkojnë në shkollë dhe e kam program të flen, të hanë bukë, të flen gjumë në klasë. Ato i mësojnë fëmijës edukatën, para se t'i mësojnë matematikën e komplikuar. I mësojnë si të respektojnë familjen, si të respektojnë të rriturit, i mësojnë vlerat morale. Më kujtohet në kohën e fëmirisë tonë, kishim gjyshërit që na thonin, kjo është turp, ajo është turp. Sot ka vdekur fjala turp. Dhe kjo është fatkeqësi. Në edukimin e brezit të ri, sot ka vdekur fjala turp. Dhe kjo është vërtet fatkeqësi. Ndërkohë që kudo ku je në botë, ka një etik morale, ka një rregull. Ne po i humbasim vlerat e vetes. Mendoj që shqiptarët pa e kuptuar as vetë, po vuajnë për mungesë identiteti. Edhe pse ne nuk kemi nevojë të vuajmë për mungesë identiteti. Ne kemi identitet shumë të fuqishëm. Kemi një histori të mrekullueshme. Trevat shqiptare, tokat shqiptare, duke qenë një port, do thoja, ndërmjet lindjes dhe perëndimit, kanë qenë gjithmonë të përfshira në luftë, gjithmonë. Edhe pse ne fatkeqësisht vazhdojmë dhe i bijem Gozhdës tek 500 vjeçi i Turqisë. Ne historikisht kemi qenë në luftë. Historikisht dikush ka qenë mbi ne. Kemi qenë
nën romakët, nën bizantinët, nën serbët, nën austriakët, nën osmanët, do me thënë, kemi qenë gjithmonë nën dikë, për shkak të pozicionit gjeografik. Ama kjo edhe ka sjell kultura të ndryshme tek populli, është përfshirë gjithmonë, është përballur me kultura të ndryshme, që kanë ardhur nga vende të ndryshme, se këto perandori, duke qenë perandori të mëdhaja, botërore, kanë përfshirë brenda vetes shumë kultura, shumë pjesë, të cilat në mënyrë tangente, të drejtë për drejtë, ose jo të drejtë për drejtë, kanë ndikuar tek zhvillimi jon si kom, si popull. Pra, ne nuk na mungon historia. Ne kemi identitet kulturor, ne kemi identitet fetar, ne kemi të gjitha, por ne mundohemi t'i pëlqejmë dikujt, t'i pëlqejmë botës. E rëndësishme është t'i pëlqejmë vetes, të ruajmë vlerat tona si shqiptar. Jeni e përmendet që ne është shumë e vërtet pjesa e identitetit. Ne I kemi të gjitha, po prap jemi në kërkim të identitetit, që kjo kërkim i identitetit duhet të jetë vetëm gjatë moshës së adoleshencës realisht, kur njeriu është në kërkim, po në rregull. Po kam dëshirë me ditë si u prite në Londër, do thotë si një grua me shami kryesisht në vendin tënd të punës, a kishte sepse ne ndonjëherë paragjykojmë veten para se të na paragjykojnë të tjerët. Do thot fillojmë dhe kemi imagjinat se dikush po e ka një mendim të caktuar për mu, pse unë jam me shami. Ndoshta eksperienca ime është pak më ndryshe. Unë jam antare e Këshillit të Evropës. Si antare e Këshillit të Evropës I kam rënë botës qark. Dhe jam trajnuar, do me thënë, nga institucionet më të larta akademike dhe politike dhe diplomatike që ka, do me thënë, sot për sot në botë, ato që ne I quajmë ndryshe think tank. Kështu që si antare e shumë organizatave të ndryshme botërore, unë shkoja në Londër me një eksperiencë të fituar. Nuk isha thjesht një grua e thjesht me shami që shkoja në Londër. Kisha mbi vete një bagazh akademik që ishte I përzirë ndërmjet fetares, por edhe intelektuales, edhe shoqërores, edhe civiles. Kisha përvojën me njerëzit, përvojën e punës, studimet siç thash edhe më parë, në 3 kontinente të ndryshme, e lindur e rritur në komunizëm, pa fe. Edhe këto janë eksperienca. Po të gjitha, prandaj thash më duket vetja sikur kam mbi 100 vite që jetoj. Kështu që nuk kishte ndonjë ndikim kjo pjesë. Kur shkova në Londër, të gjithë më thonin nuk do kesh problem për të gjetur punë, për arsye se ke të gjitha ato çfarë I duhen dikujt për këtë vend multikulturor. Britania është vend multikulturor ku ka vetëm në Londër flitën diku te 160-70 gjuhë të ndryshme. Ai shumë kultura të ndryshme ka. Kështu që unë kisha vija nga një Shqipëri komuniste, kisha studiuar për islam, për jurisprudencë islame, por kisha studiuar edhe për gjuhëletërsi angleze, gjuhëletërsi shqipe, gjitha kuptohet master edhe bachelor dhe master. 5 bachelor me 5 master, I ke të gjitha paralel. Po. Por kisha studiuar edhe për diplomaci ndërkombëtare, kisha qenë dhe këshilltare politike për Evropën juglindore, edhe trajnuese, do me thënë, kisha shumë bagazh mbi shpatulla. Megjithatë nuk ishte aq e lehtë dhe për mua kur shkova në Londër, jo për shkak të shamis, por për shkak të politikave të emigrimit, sigurisht të duhet një farë kohe, edhe pse unë shkova me vizë të rregullt, normal, por të duhet një farë kohe derisa të marrësh leje qëndrimin, derisa të adaptohesh. Ama unë e shfrytëzova këtë kohën që isha pa punë. Bëra një tjetër master në Londër, studiova një tjetër master, ristudiova, do thoja, për diplomaci ndërkombëtare. Por vura re që ishte krejt ndryshe nga diplomacia që kisha studiuar në Shqipëri. Këtu në kurrikula tona të ipet përpara një libër apo 2 libra dhe të thuhet studioja nga kapak dhe ty hyn në provim me
jep në ato provim ato ide çfarë ti kanë dhënë të gatshme, gjë që mua nuk më pëlqen. Nuk zhvillohet menduarit kritik. Është thjesht pedagogu yt shkruan një libër dhe atë libër ja jep studentëve vet për ta mësuar dhe studenti e mëson dhe është i detyruar që të përgjigjet për atë libër. Ndërsa në Londër ishte krejt ndryshe. Unë kam mbaruar Akademinë Diplomatike të Londrës. Ishte krejt ndryshe, do me thënë, ty të jipej një temë dhe ti duhet të hulumtoje 5-6-10 libra mbi atë temë dhe të përgatiteshe për provimin, dhe sigurisht që nuk ishte një libër me 200 faqe që do mësoje, po ishin, po them, 50-60 e mora si më të voglën, ku ti do t'japësh mendimet pozitive, por edhe mendimet negative për atë. Dhe në fund për atë temë dhe në fund të nxjerrësh edhe opinionin tënd. Pra, kjo të rrit mënyrën e analizës, të jep të hap horizontin, të jep një qasje ndryshe ndaj dijes. Dhe kjo është ajo çfarë unë praktikoj në jetën e përditshme, edhe kur lektoj për komunitetin, çfarë do lloj lektimi, qoftë civil, qoftë fetar. Mundohem të mos i jap, ndoshta ndryshoj pak nga lektoret e tjera. Nuk lektoj në atë mënyrë që unë të flas edhe ju të dëgjoni. Mundohem që ta bëj mësimin, çdo mësim që unë jap, çdo leksion që unë jap është në vetvete një formë trajnimi për të rritur mendimin analitik, për të menduar, për të trajnuar në të folurin publik, për të nxjerrë nga vetja ato njohuri që çdo individ me siguri ka, por që nuk arrin dot t'i përcjellë në publik, për të thyer barrierat në të folur, në komunikim, në zhvillim, në mendim, dhe pak kush arrin faktikisht ta kuptojë këtë lloj mënyre. Mbaj mend që ka qenë pak para Covidit, mbaja disa leksione tek Qendra Kulturore Islame e Britanisë në Londër, dhe kisha një grup shqiptarësh. Aty një vajzë e Kosovës, duke më dëgjuar në leksion, kishte disa orë që më ndiqte faktikisht, dhe duke më dëgjuar ngrihet kështu në mes të leksionit, ndërsa unë po flisja, dhe më thot, ma e di thot që ti na trajnone, ti nuk na jep mësim. Doli dikush më në fund që e kuptoj këtë. E kuptoj stilin e asaj. Po ajo vetë kishte studiuar për psikologji faktikisht, e kuptoj. E kuptoj që kjo ishte një qasje krejt ndryshe për të zhvilluar psikologjinë e individit, jo thjesht unë të flas edhe ti të marrësh mendimin tim, por të flasim bashkërisht, të nxjerrim esencën dhe ta diskutojmë atë bashkërisht. Realisht mungon kjo qasje, për shkak se ne edhe aspektin edhe akademik, mirë po edhe aspektin fetar, kur po them aspektin fetar e kam të mësimmarrjeve tona nga hoxhallar, nga teologë, do thotë që zakonisht jemi mësuar me atë stilin, do thotë unë flas ti dëgjon. Edhe ajo uria jonë fetare nuk e kanë ndje. Nuk e kanë ndje, ndoshta 20 vite më herët, atë, si të them, monotonin e kësaj mënyre. Mirë po, mendoj që sot gjeneratat e reja nuk e kanë urinë tonë të njohurive fetare konkretisht po flas. Edhe kjo bën që kemi shumë nevojë për një interakcion edhe për një me e bë më të këndshme edhe më të bukur atë stil të ligjërimit, apo të jepni atë që ju tentoni të arrini tek njerëzit. Kështu që është shumë e mirë dhe më e qasshme, për shkak se njerëzit rritet interesimi. Po, është e vërtet. Përpara njerëzit kanë dëgjuar më së shumti për arsye se ndoshta edhe burimet e studimeve kanë qenë më të pakta. Jo të gjithë njerëzit, po flasim me etapa të ndryshme, sigurisht të jetës. Jo të gjithë njerëzit kanë patur mundësinë të ndjekin një shkollim, një arsim, ose edhe nëse e kanë ndjekur ka qenë i cunguar, ose edhe nëse ka qenë i plot, nuk ka qenë nga ana fetare, kështu që ajo të themi uria apo dëshira për të mësuar për fe ka ardhur pikërisht nga imami apo nga lektori apo nga teologu
nga juristi që ka folur dhe njerëzit kanë dëgjuar, sepse nuk kam patur qasje ose nuk kam patur kohë të merren me këtë pjesë. Mund të jesh intelektual, por nuk do thotë që të dish nga të gjitha fushat. Të jesh intelektual dhe shumë i Zotit në një drejtim nuk do thotë që të jesh i ditur në fe. Mund të jesh, më fal, ndoshta fjala shumë e rëndë, por i pa ditur për të mos thënë ignorant në drejtimin fetar. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse ka qenë ai stili kudo në botë faktikisht, jo vetëm tek trevat shqiptare. Kjo është pak ngushëlluese. Po, hoxha flet edhe të tjerë dëgjojnë. Ndërsa sot ka ndryshuar vetë stili i jetesës, me zhvillimin e teknologjisë, me futjen e teknologjisë së re, me lidhjen e individëve në grupe, me mundësinë e gjithkujt për të shkruar gjithçka, ka shumë informacion. Informacioni është aq i madh dhe duke qenë edhe në dorë thjesht nëpërmjet telefonit, njerëzit rrinë në autobus, në tren, kudo që janë, qoftë edhe në rrugë, edhe në kafene, i gjen të gjithë duke lexuar diçka. Se sa me vlerë është ajo që lexojnë, është gjë tjetër pastaj, ajo mbaret nga fokusi personal. Por nëse dikur nuk ka patur fare informacion, ose informacioni ka qenë i cunguar, sot ka informacion me shumicë. Dhe problemi sotëm është tjetër. Problemi është i filtrimit të informacionit. Problem shumë serioz. Çfarë do lloj informacioni qoftë? Në çdo fushë. Sepse thash me hapjen e Facebookut, të Twitterit, të Instagramit apo të mediave të tjera sociale, gjithkush shkruan çfarë i vjen ndërmend. Dhe kjo qasje kaq e hapur bën që informacioni ose të vidhet, domethënë të merret pa të drejtë, të kopjohet nga dikush, pa të drejtë dhe të hidhet, qoftë edhe pa emër, ti autorizohet dikujt pa drejtësisht, pra vidhen të drejtat e individit që ka studiuar për këtë, ose të paraqitet si informacion i ri edhe nëse është i vjetër. Kemi informacione të cilat vinë që nga mesjeta, studime që janë kryer që nga mesjeta ose para 100 vitesh, 50 vitesh, sot na paraqiten si informacione krejt të reja, si zhvillim apo si zbulim i dikujt, i një individi, që nuk është e vërtet. Ama shoqëria civile e merr si të qenë, se nuk ka kohën, vazhdon të mos e ketë kohën për të marrë me këtë pjesë. Thjesht lexon dhe i duket sikur e ka arritur, e ka plotësuar atë informacionin e tij. Ose duke i dhënë makinës thjesht hap një radio apo dëgjon një incizim apo një video në YouTube, edhe i duket si informacion i marr, ama ka harruar që duke i dhënë makinës e ka patur mendjen tek semafori, e ka patur mendjen tek kalimtari, kështu që i ka hikur ajo vëmendja tek një pjesë, mos themi 30, 40, 50%, o 80% nga njerë, e asaj që po dëgjon. I ka ngelur në mendje disa fjali të shkëputura, ama i ka ngelur në mendje. Por nuk e ka atë zinxhirin e mendimit, dhe i është ngulitur se kështu është, kështu duhet, dhe vjen dhe jep një version krejtëri, i cili mund të mos jetë i vërtet fare. Pra, sot duhet filtruar informacioni. Nëse dikur ka patur mungesë, sot ka me shumicë, por jo gjithçka është e saktë. E vërtet, jeni kjo temë shumë e nevojshme që kam shumë pyetje të cilat kisha dashur me i trajtu tash në lidhje me këtë edhe me pjesën e burimeve të informacionit sot. Mirë për regjia Kokoqëm ka njoftuar që kohën veç se e kemi në fund. E çmoj shumë prezencën tënde në këtë epizod. Të falenderoj shumë. Faleminderit dhe ju, ishte kënaqësi që të jem këtu me ju dhe kurdo që të jepet mundësia, unë me kënaqësi do të jem mes jush. Më pëlqejnë emisionet tuaja, për mesazhet që përcjellin, për vërtetësinë, për atë dashurinë që ato sjellin tek njerëzit, edhe për edukatën që na mungon sot fatkeqësisht, edukatën civile që na mungon sot fatkeqësisht. E vlerësoj shumë, shumë faleminderit. Faleminderit Vlera. Mirupafshim në episodin e radhës.